Sezoni i festave nuk sjell vetëm atmosferë magjike dhe takime të ngrohta, por duket se favorizon dhe njohje të reja, romantike për disa shenja të zodiakut. Binjakët janë ndër më të favorizuarit. Me shqyrtaren që aktivizon energjitë e dashurisë, kjo shenjë ajri ka më shumë shanse të lidhet me njerëz të rinj dhe të bëjë hapin e parë. Natyrshmëria në biseda dhe gatishmëria për të komunikuar i shton mundësitë për takime interesante, qoftë në mjedise festive apo në aplikacione takimesh. Shqyrtarët gjithashtu kanë një periudhë të favorshme. Afrodita dhe Marsi në shenjën e tyre sillin momente të këndshme dhe takime spontane, ndërsa kërkojnë argëtim dhe aventura, shqyrtarët mund të krijojnë lidhje të thella ose të shijojnë flirtin dhe eksperienca të reja gjatë festave. Briqapët nuk mbeten pas. Me Venusin dhe Marsin duke kaluar në shenjën e tyre drejt fundit të dhjetorit, kjo shenjë tokë ka mundësi për takime të këndshme dhe flirtin tim. Zakonisht të kujdesshëm dhe strategjik, briqapët këtë herë mund të përfitojnë duke relaksuar dhe duke lënë gjërat të ndodhin natyrshëm. Në përgjithësi, ky fundvit duket të jetë periudha ideale për binjakët, shqyrtarët dhe briqapët për të përjetuar takime surprizuese, flirt dhe ndoshta dashuri të re, duke shijuar atmosferën festive dhe magjinë e sezonit.